Mbrëmja poetike e radhës në kafe e librari e përshtatshme të premten e 7 shtatorit u hap me leximet autoriale të dy poeteshave, Rita Petro dhe Ylka Filipi. Poetja Petro ka sjellë për të pranishmit vargjet e poezisë së saj origjinale, të cilat prej kohësh kanë marrë dhe vlerësimet më të mira të kritikës në vend. 4 vëllimet e suksesshme të Rita Petros nga viti 93 e gjerë në vitin 2006, kur ajo boton në intimitet shpalosën e teatrin e poezisë moderne shqiptare, poetikën e veçantë autores, e cila ndihet tepër e nderuar me pjesëmarrjen e saj në këtë aktivitet. Kjo ftesë për mua ishte një kënaqësi jashtëzakonisht e veçantë, pasi leximi i poezisë sot dhe të kesh një komunikim drejt për drejt me lexuesin në një mjedis kaq të këndshëm, të mbushur me libra, me të vërtetë është diçka e veçantë. Edhe poetja Ylka Filipi solli për të pranishmit vargjet e poezisë së saj vetjake, të cilat ajo i përmbledh në moton e njeriut që i ka kuptuar limitet e ekzistencës dhe përpiqet të jetë një thërmi e përjetshme. Formimi dhe profesionalizimi në këtë fushë, në këtë drejtim, ka lindur si rezultat i kësaj dëshire të kahershme për të thelluar më shumë dhe pse jo për të zbiruar më shumë në këtë fushë dhe në këtë drejtim. Mbrëmjet me lexime autoriale dhe performancat poetike do të vazhdojnë të zhvillohen çdo të premte mbrëma në qoshkun letrar kafe librari e përshtatshme. Si çdo fundjavë, me të ftuar të ndryshëm në teatrin e poezisë moderne shqiptare, poet, shkrimtar e dashamir të letrave kanë gjetur mënyrën më njerëzore për të komunikuar perceptimin e tyre mbi botën dhe konceptimin të sendorësisë.